Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tyrona Lilin në një mini podcast. Në një monologun tim që unë dua ta mbaj rreth ngjarjes që ndodhi ditën e sotme në Shqipëri, që një polic në detyrë humbi jetën dhe u bë dëshmor i kombit. Familja Mekolli ditën e sotme nuk e pati një ditë të lumtur. Në fakt, kjo familje lumturinë e kishte mbajtur si me zor. Por atë që ta çon Zoti, duhet edhe ta pranosh. Kur e ke nga Zoti marrjen e jetës së fëmijës, edhe mund ta qetësosh pak shpirtin. Por kur të ndodh nga dora e njeriut, është pak më e rëndë. Fillimisht njëherë dua të shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta drejt familjes Mekolli. Unë e di që djali i tyre do të prihet në paqe, sepse ai e dha jetën në detyrë, ashtu siç vllau i tij. Dhimbja e kësaj familje ditën e sotme është e dyfishtë. Nesër kjo nën do të varos djalin e saj për së dyti. Njëherë varosi djalin tjetër dhe ai njësoj polic, i cili ndroi jetën nga leucemia, vllau i viktimës, policit të ekzekutuar ditën e sotme gjatë ndihmës së tij në polici për të arrestuar një të shumë kërkuar, dhe ditën e nesërme do të varos dhe djalin e dytë, këtë shpresë që e kishin në familje, këtë dritë që e kishin në familje dhe këtë dhuratë që Zoti u ala. Pyetja që unë do të shtroj drejt jush është kjo: ku po shkon shoqëria jonë? Çfarë do të ndodh me shoqërinë tonë? Dhe sa siguri ka më në Shqipërinë tonë të dashur? Unë e di që të jesh polic, ti je i rrezikuar çdo ditë dhe këtë gjë askush nuk ta dije. Do me thënë, ti lufton çdo ditë me krimin, ti lufton çdo ditë me padrejtësinë, je i detyruar që të kthehesh edhe kundër vendit tënd, je i detyruar që të kthehesh edhe kundër vatanit tënd, për të vetmen atë rrok të vogël që ti ta kursesh për të mbajtur familjen. Të sakrifikosh veten për ta mbajtur familjen. Por, çfarë kuptimi ka tashmë që kjo familje humbi 2 fëmijë, humbi 2 drita sysh, djalin e parë dhe ai polic, siç e tham, por ka ndruar jetë nga leucemia, dhe djalin e dytë e humbën në krye të detyrës për të përndjekur një bandit, i cili, jam shumë i bindur, që në shumicën e rasteve është toleruar nga komandirët, nga ministra e tjerë që ka dhënë lek që ai t'i bën këto krimet jashtë, sepse krimi gjithmonë bëhet në bashkëpunim me policinë. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq, që edhe policët, ato të cilët duhet të jenë siguria e vendit, ato të cilët duhet të jenë mbrojtja e vendit, në fund të ditës janë të pambrojtur vetë, janë të rrezikuar vetë, dhe për ato nuk interesohet asnjë njeri. Çdo ditë në Shqipërinë tonë të dashur dëgjojmë nga një dhimbje, dëgjojmë nga një budallallik, dëgjojmë nga një tmerr që po na frikson, nga një tmerr që po na tremb. Është një rast që nuk e din se çfarë të thuash. Është një rast që të demoralizon. Është një rast që të nxjerr krejtësisht nga vetja. Dhe seriozisht unë pyes, a do të rregullohet ndonjëherë kjo Shqipëri dhe të vehen rregulla qoftë edhe për efektivët e policisë, sepse dhe ato rrezikojnë veten e tyre nga banditët që po ende në rrugë, që nuk po i dërgojnë në vendin ku duhet dërguar dhe pastaj detyrojnë një policin që vrapoj ti nga mbrapa sepse ne nuk arrim dot ta kapim. Po dëgjojmë çdo ditë mere
dikë e kapin zvar në një zonë që kërkon të drejtën e tij, 2-3 persona civil që me patjetër kanë qenë të inskenuar nga qeverisja, dhe nga ana tjetër, një polic humb jetën e detyrë dhe unë e di që askush nuk do ta merr përsipër këtë si gjë. Dhe kjo është shumë e dhimbshme. Mesazhi im në këtë dhimbje të madhe të kësaj familje, që ne gazetarët me patjetër që do t'ju qëndrojmë pranë dhe do t'japim mesazhet tona, do t'japim mbështetjen tonë shpirtërore, ashtu siç e ka dhënë një Shqipëri e tërë, është që le të ndalojnë më këto gjëra dhe le të mbushemi një herë për gjithmonë me mend. Ti nuk mund t'i shpëtosh krimit tënd duke vrarë policin tjetër. Nuk mundesh t'i shpëtosh krimit. Ti që në ditën kur futesh në rrugën e krimit, ti duhet ta kuptosh se një ditë ti do të dorëzohesh, pa marrë parasysh atë të përdorën as të përdori shteti, sepse krimi nuk bëhet në qoftë se nuk është në bashkëpunim me shtetin. Për një kriminal, shteti e di shumë bukur se si vepron, sepse merr lek nga i kriminali. Edhe në këtë rast, në qoftë se nuk jeni për të mbajtur rregullin e vendit, mos shoni policë që t'i merrnin qaf. Mos shoni policë që t'ju merrnin jetën, sepse keni hapur te kjo nën 2 herë plagën. Keni hapur tek ai baba 2 herë plagën, po varrosën djalin e dytë. Nga çfarë? Nga mospërgjegjësia. Nga mospërgjegjësia. Mua sinqerisht më vjen shumë keq. Por njëkohësisht më vjen edhe shumë turp se ne Shqipërisë se çfarë jemi duke promovuar. Unë uroj me zemër që prindërit të marrin sa të pak vete, nuk është e lehtë, kanë humbur 2 djem. Dhe uroj me shpirt që drejtësia të vazhdon dhe ai kriminal të dënohet keq e më keq se sa e ka merituar për të dënuar. Sepse nuk mund të shpëtosh veten ti duke ja bërë varin tjetrit. Dhe këtu merr kuptim kjo thënia plotësisht. Dhe uroj që kryeministri në raste të këtilla ta shikojnë që domethënë i ka dalë shteti krejtësisht nga dora dhe të merr vendime më strikte, të merr rregulla më strikte që këto kriminal të mos enden në rrugëve, por të shkojnë aty ku e kanë vendin dhe shpirtrat e këtyre nënave të qetësohen, sepse u shkojnë fëmijët për së koti. U shkojnë fëmijët pa bërë asnjë gjë. Dhe shteti jon fle. Dhe për këtë gjë unë gjithmonë kam ngritur zërin dhe do vazhdoj të ngrej zërin. Sepse po humbim motrat dhe vëllezërit tan pa arsye, po i humbim pa shpjegim. Është e dhimbshme kjo që sot ndodhi në Shqipëri dhe shumë e turpshme. Unë edhe një herë shpreh ngushëllimet. Uroj me zemër që Zoti t'ju falën sabër prindërve, ta përballojnë këtë dhimbje të tmerrshme. Qoftë i lehtë dheu për këtë dëshmor.